po mendoj që njerëzit që janë përgjegjës për arsimin, duhet gjenë një formë, duhet gjenë një metodë që ky libër të përfshihet në kurrikulat e arsimit të Shqipërisë. Është një dëshmi historike, është një dëshmi që na vlen neve për të majtë gjallë ndjenjën kombëtare dhe për të mos I lënë hapësirë disa teorive të sponsorizuar nga serbët apo nga qarqe të tjera që duan ta bëjnë Kosovën një kombë mbete. Kosova nuk është një kombë mbete, kosovarët janë shqiptar, siç jemi dhe ne. Për të mos e harru fëmijët tanë këtë, për të mos e harru brezat që do vinë pas nesh, ndër të tjera, se nuk po them se s'ka libra, nuk flitet për Kosovën në arsimin shqiptar, ndër të tjera duhet edhe ky libër.